këtë herë ardhur në Tiranë për një event tjetër, apo jo, atë që ka ndodhi pak ditë më parë, Buk Krip e Zemër, ku arkitektët më të mirë në botë u mblodhën këtu së bashku me kryeministrin Edi Rama dhe ekipet mbështetëse për të promovuar projektet në të ardhmen dhe së bashku me shefat të tjerë të Guzhinës, ju keni qenë pjesë e këtij projekti në një sallë sa tradicionale, aq edhe moderne, me një studio arkitekturore shumë të veçantë të përzgjedhur këtë herë, ku edhe dyshemeja ishte me qëllimat tanë. Me qëllimat e njërë, dhe arredimi ishte kthejnë të mrapa në kohë, të thotë arredimi në kohën e komunizmit, kur ka qenë diktatura, dhe idea ishte të sillim bashkë me kolegë të tjerë, shqiptar, me Albo Shefi, cili ka iniciativën që të mbledhi talentet shqiptar që janë në përbot, në mënyrë që të komunikojnë mes tyre dhe të njihen, që të mblidhen gjithë bashkë dhe mos jenë të shkëputur, të sillin mbi të gjitha për të vlerësuar ushqimin, traditën, për t'i dhënë thellësinë e vlerës që kanë produktet shqiptare, të punuar nga thellësia e vlerës të profesionistëve shqiptar që janë në botë. Bukur. Aty përgatitët disa receta, apo jo? Përgatitëm disa receta bashkë me kolegë të tjerë, unë qesh me kolegun, shokun dhe mikun tim Fundim Gjepalin, bëm dy pjesë të tradizës, njëra quaj Buk Peshk dhe Thërime, ndërsa tjetra Kafshit Tirane, ku ndërkohë riinterpreton të pak Fergesën, dhe Peshk dhe Thërime, sepse buka është ajo që ka qenë pasuria e këtij vendit, thjeshtësia, dhe peshkun sepse jemi buzdetit, kështu që është gjithmonë produkt shqiptar. Produkt lokale, produkt sezonale dhe produkt që mund të japi dhe një lloj frymëzimi për ta gatuar, për ta sjellë. Si ka qenë kjo ndërthurja e tabanit, e recetës tradicionale, duke i mshuar asaj edhe element modern, element të kreativiteti, si vendosët mes shefave për të sjellë këto receta? Se cili dha mendimin e vetë, apo e kishit përcaktuar? Jo, kishim komplet letër të bardhë, do të thotë që shkruam ne recetën, po duke respektuar gjithmonë traditën. Çdo njëri nga ne vuri atë pjesën magjike personale, por duke ruajtur gjithmonë tradicionin. Dhe është një mirë kuptim që sa po flet, unë jap identimet, jep të ëndën dhe okej, gjed me njëherë një mirë kuptim, sepse njëmi flasim të njëjtën gjuhë. Kjo është diferenca. Një impenjim i radhës. Doja të dija feedbackun, reagimin e të huajve, arkitektëve të huaj, po ashtu dhe reagimin e kryeministrit teksa provoi pjatat tuaja, ose a i pëlqyen apo jo pjatat? Ngelën të gjithë të kënaqur, them se kryeministri pa një respekt për atë që është vendi, siç respekton çdo gjë tjetër dhe nxorëm në pa produktet dhe recetat, kështu që ngelën të gjithë totalisht të kënaqur, mbi të gjitha të huajt që shohin Shqipërinë e vërtet. Sepse një reinterpretim e një pjate të huaje nuk ka një identitet në këtë vend. Kështu që bashkë me vendin vjen dhe kujtesa e shijes, vjen dhe kujtesa e profumeve dhe bashkë me projektet dhe vendin ku ndodhemi, kështu që bëhet një diçka armonioze në tërësi. Të tha një ndjesi ndryshe ky event, ndryshe nga ti e thirrur në evente të famshme, në Sanremo, sapo e kthyer nga Kana, ku ke gatuar për mbretërit e Anglisë, ke gatuar për personalitete botërore, ke gatuar për Miss Italia, ke marrë çmime. Si ndjesh kur je në këto evente të mëdha që kanë 400-500 pjata për të përgatitur, për të kuruar, edhe për t'i dhënë më të mirën, më të bukurën, edhe për të ngelur gojë hapur, ashtu siç kanë ngelur të gjithë ata që e kanë komentuar, sepse ti eksperimenton me shijet edhe i jep asaj pjatës shumë pasion. Si është jeshtë mes shefave shqiptar për Shqipërinë në vendin tënd? Ka qenë një emocion, domethënë është hera e parë, të themi, që kur rikthehem në Shqipëri, që kam një bashkëpunim me shefat shqiptar, sepse kam qenë gjithmonë individ, i kam bërë gjithmonë vetë. Domethënë kam pasur këtë konfrontim me kolegët e tjerë dhe kam ngelur jashtëmase emocionuar nga se më rikujtuan disa tradita, çdo njëri nga ne ka vlerat tona dhe ka zotësit në krahinat e ndryshme të Shqipërisë. Kështu që duke vënë të gjitha këto njohuri bashkë, që një bashkëpunim shumë i bukur dhe emocional, se më ktheu
në mendje fëmirin, më ktheu në mendje që është Shqipëria në të vërtet, sepse mund të kesh një uri, po asnjëherë nuk mjaftojnë. Kështu që gjithmonë ky shkëmbimi profesional është shumë i bukur dhe këtë herë i gjeta shumë të kompletuar, duke pas shefa nga gjitha anët e Shqipërisë.